Shikues të radio televizionit të UTA, u rikthejmë në studio, qëndrojmë në pjesën e dytë të emisionit të mëngjesit ditë e re. Ashtu siç edhe paralajmëruam në fillim të këtij emisioni, është koha tani për të vijuar me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi drejtorin e parking servisit në Ulqen, Arsim Cuca. Mirëmëngjesit dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesit edhe juve, ju përshëndes të gjithëve, po ashtu të gjithë teleshikuesit të TV-t UTA-s. Po ju në veçanti për ftesën që ne kemi bërë. Faleminderit edhe një herë që pranuat ftesën, të jeni sot në këtë mëngjes me neve për të bashkëbiseduar për tashmë edhe fillimin e sezonit turistik edhe nga ana juaj si drejtor i parking servisit, si ka filluar ky sezon turistik dhe si jeni ju në atë pjesën e parking servisit? Sezoni turistik ka filluar, mund të them, shumë mirë. Ka filluar me ata hapat e duhura. Sezoni turistik nuk e kemi filluar tani, kemi filluar me qysh në shkort. Kemi filluar bashkëpunimet me komunën e Ulqinit, po ashtu me policinë komunale, po ashtu me ato se cilët e bën laboratin e parking servisit. Mund të them se jeni kënaqur deri tani, domethënë se përgatitje për sezonin turistik. Sa i përket edhe a ka ndonjë strategji të re për menaxhimin e fluksit të madh të automjeteve gjatë sezonit turistik, sepse e dim që tashmë kur është ai fluksi i turistëve, patjetër edhe bëhet edhe një pjesë më e madhe e automjeteve. Tani ne kemi marrë ata masat tona se përket të përgatitjes për sezonin turistik. Po ashtu kemi filluar edhe hapjen e sezonit, po ashtu kemi marrë disa punëtorë të cilët janë të nevojshëm për sezonin turistik. Në parking service, domethënë janë të nevojshëm një numër i madh i punëtorëve thosh, por ne marrim aq kapacitet të cilët kemi ne për ata të jenë në gjendje si menaxhues sa më të mirë edhe më stabil domethënë këtë sezon. Jena mundu me ata mundësitë tona se cilët i kena bërë një hapje, domethënë një mundësi të re për qytetarët e Ulqinit, kena hapë parkingun mas komunës të Ulqinit, i cili ka një hapësirë për 70 parkingjeve. Po ashtu do të jetë një e mundur për qytetarët e Ulqinit edhe parkingu i komunës së Ulqinit, domethënë ai është mbas orës 3, aty qytetarët domethënë kanë mundësi të parkojnë makinat edhe të bëjmë të mundur si të kemi një lehtësim sa të pak për qytetarët e Ulqinit se përket parkingjeve për këtë sezon. Cilat janë ndoshta edhe ato zona më të ndjeshme për vend parkime të cilat janë këtu në Ulqen? Këto janë domethënë zonat hymja e Ulqinit. Po. Domethënë pjesët e shkolla, pjesët e pazari, plazhi i vogël, por tani është edhe shtoi. Pjesa e shtoi domethënë aty ka një ploks të madh të qytetarëve. Po ashtu sezoni është domethënë plazhet e vogla edhe në Ulqen. Domethënë shumë shpejt kanë bërë hapje edhe parkingje në shtoj. Domethënë kemi 2 parkingje në shtoj, të cilët do menaxhohen nga parking servisi. Po ashtu presim edhe kemi shumë shpresë të hapim parking të rastërimi i të urat e plazha madhe. Aty do ketë domethënë 50 vende parkingje të reja për qytetarët e Ulqinit, po ashtu edhe për turistët e cilët do vinë në qytetin e Ulqinit. Po ashtu kemi bërë hapjen e parkingut të Kalaja Ulqinit, të cilët është në shërbim të qytetarëve të cilët jetojnë atje, po ashtu edhe turistët që do të vinë gjatë sezonit të verës. Sa i përket edhe çmimores dhe pagesave, si është planifikuar të jetë për këtë sezon apo edhe për gjatë gjithë vitit? Domethënë tarifat tani ndryshojnë, domethënë nuk është tarifa e cila ka qenë në ndihmën qytetarët e Ulqinit kanë pas tarifat pak më të ulta, tani kanë pak domethënë më lart, jo se kanë një dallim të madh, domethënë zona e parë domethënë është 90 cent, ndërsa zona e dytë domethënë është 70 cent. Po ashtu janë i kena mundësuar qytetarëve e Ulqinit, po ashtu edhe turistëve të cilët i blejnë biletat me orë, domethënë kanë me ditore ose me orë, të kanë të gjitha domethënë vendet domethënë në trafika, në dyqanet të gjitha kanë të mundshëm të blejnë, po ashtu më shpejt kemë bërë edhe sistemin si ato të kenë më të lehtë domethënë për pagesat e parkingjeve që mos kenë probleme me ata teknologjisë. Si do të funksionojë, patjetër na treguat që pagesa do të mund të funksionojë edhe nëpërmjet teknologjisë dhe
pakesave ditore edhe mërna dite, ose javore, si marrë ata biletet e cilat i kene gjithë pikat e shqitet në vërdyqane, po ashtu edhe në për trafika. 4 vendet i kanë qytetarët e Ulqinit mundësitë që i blinë ata bileta. E dim që Ulqini është një vend i vogël dhe patjetër ju na treguat që vendet, cilat janë ato vende për vend parkingje edhe për qytetarët, po ashtu edhe për turistët. Tash kur vjen ai fluksi i sezonit turistik, cilat janë ato sfida që ju më tepër përballeni edhe me qytetarët, por edhe me turistët? Se përket sfidave, ju si që thash edhe në fillim, janë sfida janë pikat kyçe janë qyteti i Ulqinit, është te hymja e Ulqinit, te pazari i Ulqinit, te plazhi i Vat, po ashtu edhe në Shtoj. Këta janë ata pikat më kyçe se përket fluksit e cilat qytetarët duhet më mësu sa më tepër që ata të kenë parkingjet edhe hapësirat më të nevojshme. Ne na munduam si gjatë kësaj periudhe të bëjmë riparime në disa parkingjeve, lyrën e disa parkingjeve, po ashtu veren e disa parkingje të reja në përdorim të qytetarëve. Ndoshta nuk ka qenë lehtë as për qytetarët as për ne, por gjithsesi na kena gjetë një bashkëpunim njëri me tjetrin dhe aty kena arritë si në një pikë që ata kanë kuptuar se ka koha si të gjejmë gjuhë të përbashkët. Qytetarët edhe ne, që ata të kenë ata më të lehtë, se Ulqini është vend turistik. Të vinë shumë turistë dhe qytetarët mbaren për i turizmit të Ulqinit, po ashtu edhe Ulqini, po dhe rrethinat e Ulqinit varen për i turizmit, janë mësuesi se cilit minimum në mënyrën më të duhur edhe mënyrën më të lehtë që edhe ata ta kenë parkingun e garantuar për turistët e cilët do të vinë në qytetin e Ulqinit. A ka edhe bashkëpunime për rendin e qytetit, ndoshta edhe me policinë komunale apo edhe me institucionet të tjera? Unë e ceka, në fillim. Domethënë është mu falenderoj kryetarit të komunës, po ashtu gjithë bashkëpunëtorët e kabinetit të kryetarit të komunës, po ashtu edhe me policinë komunale, po ashtu edhe me ata njerëz që cilë kanë balabaratin e parking servisit. Ne kemi bashkëpunim të ditë për ditë me ta, dhe aty na kena gjetë një prekrahje të madhe, se ne nuk mund të bëjmë gjërat vetë, por me bashkëpunim me njëri tjetrin ne mund të arrijmë shumë gjëra për qytetin e Ulqinit. Unë e di se qyteti i Ulqinit ka shumë mangësi sa i përket parkingjeve. Se qyteti i Ulqinit e ka të nevojshme, edhe besoj se në të ardhmen kanë me pas edhe parkingje më të reja sa i përket në qytetin e Ulqinit. Kryetari i komunës me bashkëpunim me ne plus me policinë komunale janë to shiku variantet më të mundshme të cilët në qytetit ja japin një hapësirë që ata ta kenë shumë më të lehtë jo vetëm për sezonin turistik, por edhe për sezonin e gjatë vitit. Si planifikoni të veproni edhe me ato qytetarë apo të gjithë ato që janë që presin sezonin turistik, nëse veprojnë ndonjë parregullsi, cilat janë ato metoda më të lehta edhe për ata të mos pengohen, por edhe ju të jeni në drejtësi? Unë thash në fillim, në gjatë sezonit ne marrim edhe punëtorë të ri, shtesë në parking service për me punësu sa më të lehtë, me bë më të lehtë funksionimin e parkingjeve dhe plus me arë në ndihmë qytetarëve. Shpesh ndodh gjatë vitit edhe sidomos në sezonin turistik që edhe qytetarët ndoshta edhe janë në drejt, ndoshta dhe herë edhe nuk janë në drejt, shpejtohen në të shprehun. Aty ne ju mundësom si të jemi afër tyne, ju mundësom si mi zgjidh problemin, ju në afër edhe me ju mundësu si në të ardhmen, edhe ata me kuptu si me të vërtet ka koha si në parking servisi me bashkëpunim me qytetarët më të arrijnë shumë për këtë qytet edhe për turistët cilët vinë në qytetin e Ulqinit. Sa i përket edhe orarit, a mund të presim ndonjë ndryshim të orarit në funksionim të shërbimeve dhe të kësaj ndërmarrjeje? Orarit është punon, parking servisi punon me dy turne, punon paraditje dhe mazitje. Nuk ka, poshim, që kena pas edhe të shtunë dhe dilen. Të shtunë kena pas deri në orën 1, tani parking servisi punon me orar të plot. Shtunë dhe dilen në orën 11 të mramjes.
zyret punojnë paraditje dhe mazitje, sikur zyra këto në qendër, po ashtu edhe te Bonita, punon me 3 turne, aty mundën qytetarët të marrë informata dhe të shohin e çfarë ndryshime ka në pagesat apo në ndryshimet e vend parkingeve se përket ndryshime që kena bërë gjatë sezonit turistik. E dim që në pjesën e qytetit të Ulqinit ka më tepër fluks, por në për pjesët e rrethinave të Ulqinit, si menaxhohen këto? Ka më pak ndoshta problematika nga parkingu? Problematikat janë thjesht të njëjta. Unë të ka në fillim se ishte dhe pjesa e shtojit e cila është vënë në funksionim. Deri tani nuk ka qenë në funksionim se kena pas janë 2 parkinge të cilat ne i bëjmë në shtoj, plus edhe parkinge të cilat janë gjatë rrugës. Aty ka pas nevojshme të ndërhyjnë dhe duhet të falenderoj edhe drejtorin e komunal, i cili ka bërë të mujtë pastrimin dhe rregullimin e hapësirave, po ashtu edhe policinë komunale për largimin e disa objekteve, disa sende të cilat kanë qenë të vënë në parkingun e shtojit. Po ashtu mund të them se kena arrit një sukses shumë të madh se përket në shtoj, e cilat kene vënë dhe shumë anësore. Komuna e Ulqinit ka mundësuar që të kenë disa anësore për qytetarët e shtojit dhe aty të jetë në funksion sa më tepër parkingu, po ashtu të jetë hapësirat e parkingut të shfrytëzohen ashtu si duhen, që të mos shkojmë deri te një konflikt me qytetarëve dhe punëtorëve të parking servisit. Qytetari gjithmonë ishte ai i cili ka drejt, por nga i herë domethënë edhe punëtorët të cilët punojnë në parking service, domethënë ata kryejnë atë obligimin e tyre që kanë ndaj qytetarëve, po ashtu ndaj ndërmarrjes të cilët punojnë dhe vazhdojnë punën në këtë ndërmarrje. Ne ju urojmë punë të mbar, faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe shpalosëm së bashku këto risi dhe punën e juaj se si veproni gjatë sezonit turistik, por edhe gjatë gjithë vitit. Faleminderit edhe një herë dhe shpresoj që të gjithë qytetarët të jenë të mirë kuptueshëm edhe ndaj jush, por edhe këto janë mundësitë e Ulqinit. Unë ju falenderoj edhe juve, po ashtu edhe gjithë qytetarët e Ulqinit ju uroj një sezon të mbar, po ashtu edhe ju uroj që në të ardhmen të kemi edhe në disa parkingje të reja, po ashtu të kemi mirë kuptim njëri me tjetrin në të ardhmen më tepër se deri tani.